Pas konsultimit me shumicën e partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend dhe duke patur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka vendosur që seancën konstituive të kuvendit ta ftojë për nesër, më 11 shkurt 2026 në orën 12, është thënë në njoftimin e presidencës. Vendimi i presidentes vjen një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Sipas të dhënave, lëvizja vetëvendosje ka fituar 51.10% të votave, duke siguruar 57 ulëse në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 20.19% të votave apo 22 vende, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24% apo 15 ulëse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 5.5% apo 6 ulëse. Nga vendet e rezervuara për minoritetin serb, 9 vende i ka fituar lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, dhe një ulëse partia për liri, drejtësi dhe mbijetes. Procesi i certifikimit u zvarrit për shkak të nevojës për rinumërim të gjitha votave të këtij procesi zgjedhor, me që pati dyshime për manipulime të votave të kandidatëve për deputet. 10 persona janë dërguar në paraburgim, qindra të tjerë janë intervistuar në ndyshimet për manipulim të votave dhe proceset hetimore e gjyqësore prije të vazhdojnë. Votat për parti nuk janë cënuar.